Kalaja e Elbasanit me një histori 2000 vjeçare klasifikohet jo vetëm si kalaja më e madhe fushore në territorin shqiptar, por edhe ndër më të rëndësishmet në rajonin e Ballkanit. Megjithatë, realiteti që ofron sot është larg potencialit të saj. Kalaja e Elbasanit nuk ka arritur të shndrohet në një magnet për bizneset, të cilat aktualisht numërohen me gishtat e dorës. Zgjidhja shihet tek një rivitalizim i plot i këtij objekti të kategorisë së parë, i cili pritet të sjellë zhvillim dhe të rrisndjeshëm fluksin e turistëve. Për hartimin e projektit të detajuar të rrugëve kryesore të Kalas të Elbasanit, ashtu siç është Via Egnatia, por edhe të disa zonave kryesore që ne i kemi në Kalan e Elbasanit. Qëllimi është pikërisht rivitalizimi i tij. Kuptohet, ne kemi pasur shumë problematika në këtë zonë, sidomos mbas viteve 90, ku edhe kaosi urban, ashtu siç ka pasur gjithë Shqipëria, ka pasur dhe kjo lagje, e cila ka qenë gjatë gjithë kohës së populluar me të njëjtin numër banorësh. Rivitalizimi i plot i Kalas pritet të zgjerojë ofertën turistike të qytetit, duke rritur kohëzgjatjen e qëndrimit të vizitorëve dhe duke i dhënë një impuls të ri ekonomisë lokale. Patjetër qendra do të jetë këtu, do të jetë Kalaja e Elbasanit, do të jetë zhvillimi i cili merr ai vet. Ne kemi pas modele shumë të mira dhe kemi modele shumë të mira të bujtinave këtu. Do të ketë një model i cili në fakt e ndërlidh qytetin me Kalan e Elbasanit. Pra nuk do të jetë vetëm koncepti i një zhvillimi që merr lagja Kala, por do të jetë një ndërthurje e të gjithë ekonomisë tonë qytetit, e turizmit me Kalan. Kalaja ka fillesat në periudhën romake, në fund të shekullit të tretë erës sonë, ndërtuar fillimisht me formë katrore. Pas dëmtimeve të pësuara ndër shekuj, ajo u rindërtua gjatë periudhës osmane nga Sultan Mehmeti II.